Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pijeni 4 orë para gjumit dhe gjithë mosha mbi 50 vjeç nuk do të vuaj më nga ky problem. Njerëz të panumërt në botë të vuajnë nga pagjumësia dhe kanë probleme me gjumin. Për shkak të ritmit të shpejtë të jetës dhe të ushqyerit keq, për fat të keq, kjo gjithashtu ndikon në cilësinë e gjumit. Çrregullimi i gjumit është shqetësues dhe madje shkatërrues dhe ndikon në çdo element të jetës. Çrregullimi i gjumit mundet gjithashtu që të jetë rezultat i disa elementeve biologjik të ushqyerit jo të shëndetshëm, të kushteve psikiatrike dhe fizike. Këto janë kushte të cilat mund të çojnë në probleme me gjumin, dhimbje në qafë dhe mbrapa, ankthi dhe depresioni, sëmundja e tiroides, azma, reaksione alergjike, probleme me lukthin dhe stomakun dhe artriti. Çrregullimet e gjumit gjithashtu mund të shkaktohen nga komponimet dhe aktivitetet e veçanta siç janë alkooli, kafeina, duhani në një masë të madhe dhe në një masë akoma edhe më të madhe, veçanërisht ushqimi i nxehtë para gjumit. Çrregullimet e gjumit ndikojnë në jetë dhe mund të rrisin në rrezikun e ankthit dhe njëkohësisht të hipertensionit. Këto janë shenjat më tipike të çrregullimeve të gjumit. Stresi dhe ankthi, kujtimi i dobët, përqendrimi i dobët, lodhje e madhe gjatë ditës, irritimet, lodhje. Përdorimi i arrë-myshkut ose arrë-mustag para gjumit është një trajtim i jashtëzakonshëm efektiv, sidomos kur bëhet fjalë për çrregullimin e gjumit. Kjo erëz ka përfitime të shumta shëndetësore, të tilla si çelës për detoksifikim të trupit, ndihmon tretjen e ushqimit, përmirëson gjithashtu sistemin tuaj imunitar, përmirëson shëndetin e lëkurës dhe gjithashtu përmirëson edhe qarkullimin e gjakut. Përveç kësaj, ai ka një efekt qetësues të moderuar që punon me efikasitet kur është fjala për çrregullimet e gjumit. Përzieni vetëm një gjysmë luge të çajit me arrë-myshku me një gotë me ujë të nxehtë. Bananet gjithashtu mbeten një nga produktet më natyrale për të trajtuar pagjumësinë. Stresi i përditshmërisë ka ndikim në orën dhe në cilësinë e gjumit. Nga ana tjetër, pagjumësia mund të shkaktojë probleme serioze shëndetësore, ndaj në orët e pushimit të natës duhet që të keni prioritet që të flini një gjumë sa më të rehatshëm dhe të shëndetshëm për çdo i cili ka orë të lodhshme pune. Ata të cilët kanë probleme me pagjumësinë munden që të provojnë çajin me banane të zira. Bananet së bashku me lëkurën e tyre janë të larta në magnez dhe kalium. Magnezi gjithashtu është jashtëzakonisht i dobishëm, sidomos në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe siguron qetësi. Sigurohuni që të përdorni 100% banane organike të cilat janë të pasur dhe njëkohësisht janë edhe të pastër nga kimikatet dhe pesticidet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një banane organike, një tenxhere të vogël, një shkop kanellë dhe përgatitja që duhet të bëni është që të prisni skajet e bananes, më pas hiqani lëkurën dhe vendoseni në një tenxhere me ujë të vluar së bashku me lëvozhgën. Lëreni që të vlojë për plot të 10 minuta dhe pastaj kalojeni në kulles, shtoni pak kanellë dhe pijeni atë përpara se ju të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur ju mundet që ta përdorni për të përgatitur një ëmbëlsirë të shijshme. Çaji me banane është një mënyrë shumë e mirë edhe për të trajtuar problemet e gjumit. Ajo është plotësisht e natyrshme, e sigurt dhe e dobishme.
Gjumi cilësor është një ndër gjërat më të rëndësishme për shëndetin tonë dhe një gjumë i mirë gjatë natës është po aq i rëndësishëm sa ne të ushqehemi shëndetshëm. Fatkeqësisht shumë njerëz luftojnë me mungesën e gjumit, por edhe me pagjumsinë, në mënyrë që trupi juaj të pushojë dhe të mbush bateritë e tij për ditën e nesërme, i nevojiten mesatarisht 7 deri në 8 orë gjumë të patrazuar. Ajo që ju pini para gjumit mundet që të ketë ndikim nëse ju do të jeni në gjendje të bini në gjumë dhe rekomandohen disa pije për t'ju ndihmuar në gjumë sapo ju të vendosni kokën në jastëk. Uji. Pija e parë e disponueshme për të gjithë është padyshim uji. Shumë njerëz mbajnë ujë me shishe pranë shtratit të tyre dhe kjo nuk është pa arsye. Uji nuk ka sheqer, shuan etje dhe njëkohësisht nuk përmban kalori. Rekomandohet që të konsumoni më shumë gjatë ditës në mënyrë që të mos zgjoheni natën duke shkuar në tualet. Çaji bimor. Çaji bimor para gjumit do të ketë një efekt qetësues në trup, veçanërisht rekomandohet çaji i borzilokut i cili ul nivelet e hormonit të stresit, kortizolit. Kamomili, çaji valerian dhe nenexhiku janë të përshtatshëm për gjumë të qetë, relaksim dhe lehtësim të stresit. Qumshti. Qumshti i ngrohtë përpara gjumit është jashtëzakonisht efektiv, edhe pse kjo nuk është një pije preferuar për shumë njerëz për të ulur shijen e laktozës, mund të përziheni në të një lugë çaji mjalt, karafil, kanellë ose shafran të Indis i cili ka një efekt antiinflamator. Lëng qershie. Lëngu i qershisë pa sheqer ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga pagjumësia. Një studim i kryer me gra 50 vjeçare tregoi se ato që pinin lëng qershie 2 herë në ditë arrinin që të flinin 84 minuta më shumë se ata të cilët nuk pinin. Qershit janë po ashtu të pasura me përbërës të cilët lidhen me një gjumë tepër të shëndetshëm. Qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë përmban një nga opsionet më të mira për të nxitur gjumin e thellë dhe komod. Ai përmban triptofan i cili rrit serotoninën në tru, një substancë e cila na jep ndjenja lumturie dhe mirëqenie. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është helbësore pasi është e aftë të zgjojë gjumë edhe për ata të cilët vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji i mentës. Atëherë çaji i mentës lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Duke çliruar muskujt, mentja gjithashtu zvogëlon intensitetin e tyre duke i lejuar trupit tuaj që të pushojë ashtu siç duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm dhe jeni nën stres, ky çaj është një opsion i shkëlqyer për t'u marrë parasysh. Gjithashtu, ju mundet që të pini edhe lëng qershie. Lëngu i qershisë në disa studime ka treguar se trajton pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë duke siguruar më shumë orë pushimi gjatë natës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore. Prandaj, para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.